Zbulohet kontrata paramartesore e Ronaldos me Gjorgjinën, jasi do të ndahen pasurit në rast divorci, pasi Cristiano Ronaldo dhe Gjorgjina Rodriguez hynë në ujrat martesor. Ka dalë në dritë një dokument që konfirmon atë që çifti kishte nënshkruar në marrëveshjen e tyre paramartesore sa i përket ndarjes së pasurisë. Çifti u martua në një ceremoni private në vilën e tyre luksoze prej 30 milion poundësh në zonën ekskluzive Quinta de Marina të Cascais. Në ceremoninë nuk ishte pranishme nëna e Ronaldos, Dolores, ndërsa të ftuar ishin vetëm 4 dëshmitar dhe 5 fëmijët e familjes. Miliarderi dhe legjenda e futbollit Cristiano Ronaldo, 41 vjeç, dhe Gjorgjina Rodriguez, 32 vjeç, janë bashkë prej 10 vitesh që kur u takuan në një dyqan Gucci në Madrid. Edhe pse eksperienca e tyre u mbajt sekret, një fotografi e certifikatës martesës u publikua. Çifti nënshkroi një marrëveshje paramartesore në zyrën e një noteri në Lisbon në 10 gusht, një ditë përpara se të martoheshin. Dokumenti i martesës tregon se Ronaldo dhe Gjorgjina kanë zgjedhur regjimin e ndarjes së pasurisë. Sipas këtij regjimi, secili prej tyre ruan në pronësi pasuritë që ka pasur para martesës, si dhe ato që fiton ose blen më vonë. Në rast divorci, vetëm pasuritë e regjistruara në emër të dyve do të ndaheshin mes tyre. Kjo do të thotë se nëse marrëdhënia e tyre përfundon ndonjëherë, Gjorgjina nuk do të ketë automatikisht të drejtë për pothuajse gjysmën e pasurisë së fituar nga Ronaldo gjatë martesës. Në vend të kësaj, çdo pronë që do të jetë në pronësi të personit që e ka fituar ose e ka bler atë. Pra në rast divorci, si Ronaldo ashtu edhe Gjorgjina do të largohen me pasuritë që mbahen emrat e tyre, ndërsa vetëm prona e regjistruar qartësisht në emrat e të dyve do të ndahet mes tyre. Marrëveshja paramartesore do të mbrojë pasurinë ekzistuese të ardhurat e ardhshme të Ronaldos. Sipas mediave ndërkombëtare, marrëveshja është nënshkruar një ditë para ceremonisë, pasi regjimi i ndarjes pasurisë nuk është regjimi automatik i martesës në Portugali. Gjorgjina ka gjithashtu sipërmarrjet e saj fitimprurse që sjellin të ardhura, duke përfshirë modelingun, aktrimin, një markë mode dhe aktivitetin e saj në rrjetet sociale. Megjithatë, sipas raportimeve nga Portugalia të publikuara gjithashtu nga Marca, në bazë të marrëveshjes, Gjorgjina do të merrte 100.000 euro në muaj në rast divorci. Ky detaj është raportuar nga disa media, por nuk është bërë publik si pjesë e plotë e dokumentit martesës. Kjo marrëveshje thuhet se hyri në fuqi pas lindjes së vajzës së tyre, Alana, me qëllim mbrojtjen e sigurisë financiare të Gjorgjinës dhe fëmijëve. Raportime të tjera kanë pretenduar gjithashtu se një vilë luksoze Ronaldos në Madrid në rrugën La Finca është regjistruar në emër të Gjorgjinës. Ky informacion është raportuar nga mediat, por nuk figuron në dokumentin e martesës të bërë publik. Dokumenti i martesës sjell edhe një detaj tjetër. As Ronaldo, as Gjorgjina nuk kanë marrë mbiemrin e njëri tjetrit pas martese. Në dokumenta të dy vazhdojnë të figurojnë me mbiemrat e tyre, ndërsa si vendbanim të zakonshëm deklarojnë Riadin e Arabisë Saudite. Martesa u zhvillua në 11 gusht në Portugali në një ceremoni civile private. Çifti e kishte mbajtur lidhjen prej vitesh në qendër vëmendjes publikut dhe kishte njoftuar fejesën në gusht 2025. Ceremonia u zhvillua në prani të 4 dëshmitarëve dhe fëmijëve të familjes, ndërsa mungesa e nënës së Ronaldos, Dolores Aveiro, dhe e vëllezërve motrave të tij tërhoqi vëmendjen e mediave.